Tha se nuk ja fali vetit me vrani ushtar e mos me pas duhan, që është duhanxhi. Nëse vrahet pa fishek, s'kena fishek kur një. Po me thonë, unë mi pas paret e mos me ble duhanin. Edhe erdh një vllanica, e kom gjetë naft, po s'po kom pare. I kish pas Ramushit 1000 frank. Në rol të mirë kanë lujtën e stogu, pjesa e stogut, që kanë fillu furnizimin edhe prej malit zi, Selmoni e konë Selman Kuqi, me vllazën vetë, Migja i Rohotit, Hakem Elshani, Azemi, Idris Blakaj, e në ordinat, o ko ftaftë shumë një vllanicë, e këshim pas një traktar arme, kanë prej asaj pjesë, dhe më thonë ka e nërë prej stogit në përsa pritat edhe kanë rrit deri në Jabllanicë. Po kësi lëvizje ka pas vazhdimisht, dhe më thonë komunikimi është majtë prej peje, prej stogut, prej gjakove, me njerëz me autoritet, me njerëz me përvojë, me njerëz intelektual, të dëshmum, dhe më thonë konë mbrana qyteteve, po kanë mbledh fonde, kanë mbledh pare, kanë bindë njerëz, kanë lëviz janarë të na, kanë komuniku me Ramushin, me komandantin. Dhe më thonë, kjo nuk o nalë asë njëherë. Edhe, munda me thonë se o konë kë, ajo arterja më rëndësishme që o konë për neve. Sa ty ke pas nevoj për tesha, ke pas nevoj për këpuca, ke pas nevoj për cigare, për ushqim. Kem një situatë e herë, betëm po dohan, e gjeta me ble dohan. Po konë në lem, do këtë leme një farë cigare, edhe shqitësi që mi prunë, që i gjeti, ishë me ofrojnë 100 euro në shtek cigare. Dhe që shteka bëshë 1000 euro. Marka atër se euro së konë, si valuta. Dhe i thash, komandantit, është e kom gjetë, se s'pja përmend jam në ati burit, thash, po mi bjen 10 shteka dohan, po duhet 1000 marka. Tha, me riporët, sa të gjojsh dohan blej. Tha se nuk ja fali vetit me vrani ushtar e mos me pas dohan, që është duhanxhi. Nëse vrahet pa fishek, s'kena fishek kur një. Po me thonë, unë mi pas paret e mos me ble duhanin. Edhe një situatë pashtu e ngjashme, dhe djali kishte gjetë do naft, Delili ka kishte gjetë naft me ble. Po s'kish pare. Edhe erdh një vllanica, kom gjetë do naft, po s'po kom pare. I kish pas Ramushit 1000 frank. Tha, mi ka qu vllai Recep Kadris, Recepi që ishte vrarë në Restavic, Tisni Kadria, tha, kom pas plan këto 1000 frank, mi rujt, si kujtem, se ati ju ka vrarë vllau dhe mi ka qu paret. Tha, që 1000 frank, jepja Delis në bje naftin. Dhe më thonë, në dashke kas, u dashke naft, u dashke mill, u dashke vaj. Këtu, u dashke mbigjet, në vend djegun, e gjithë katra thumë me forca serbe, u dashke me funksionu mrama. E qëtu, si thash, këto komunikimi me qytetet, që kjo është arterja tepër e rëndësishme, se ata bëjshin edhe sakrificën të pambrojtur për me furnizu zonën ku ishim na.